Helmimi masiv I 56 studentëve të Akademisë së Sigurisë nuk është thjesht një incident ushqimor. Nuk është as një gabim teknik, siç shpesh përpiqen ta relativizojnë institucionet në vendin tonë, sa herë që shpërthen një skandal publik. Ajo që ndodhi në SAUK është simptome e një sistemi të kalbur tenderash, kontrolesh formale dhe përgjegjësisht të ndara deri në zhdukje. Në një vend normal, helmimi I 10 studentëve brenda një institucioni që përgatit efektivët e arshëm të policisë së shtetit do të trondiste të gjithë zinxhirin. Autoritetin kombëtar të ushqimit, organet e prokurimit dhe vetë Akademinë e Sigurisë. Në këtë rast, reagimi ishte pothuajse mekanik, si arrestohet guzhinjeri, procedohet teknologja dhe shpallet në kërkim administratorja dhe sistemi vazhdon sikur asgjë nuk ka ndodhur. Madje kulmi arrihet ku vetë Akademia pranon publikisht, ndërsa hetimet vazhdojnë për shkak të helmimit, ushqimi për studentët do të vazhdojë të ofrohet nga e njëjta kompani catering. Kur dëgjon që I njëjti ushqim do të vazhdojë të shpërndahet dhe pas helmimit, duket sikur askush nuk mendon për studentët, sikur më e rëndësishme të jetë kontrata dhe jo jeta e njerëzve që ushqehen aty. Kjo do të thotë që skandali nuk e ndal sistemin, por skandali do të vazhdojë të jetë aty. Skandali menaxhohet derisa të harrohet. Kompania Soria L, e cila sot ndodhet në qendër të hetimeve, nuk është një subjekt anonim I tregut. Ajo rezulton fituese e të paktën 75 tenderave publik, me vlerë rreth 4.2 miliard lek, deri në fund të vitit 2025. Vetëm për Akademinë e Sigurisë, kompania ka përfituar kontrata të përsëritura për vitesh. Si është mundur që një kompani që ushqen institucione kaq sensitive të funksionojë për vite me radhë pa një sistem gjurmëshmërie ushqimore? Vetë AKU-ja konstatoi mungesë të gjurmëshmërisë ushqimore. Një nga elementet bazë të sigurisë ushqimore moderne, u bllokuan 155 kg ushqime, nga orisi tek makaronat, tek vezët, djathtë dhe sallami. Megjithatë, masa administrative ishte vetëm 200.000 lekë gjob, në raport me miliona euro tendera publik. Ky nuk është ndëshkim, është një tallje burokratike. Më shqetësues është fakti se ky skandal nuk erdhi si surprizë. Prej vitesh, kontrolli I lartë I shtetit ka parlemëruar dështime serioze të autoritetit kombëtar të ushqimit. Në auditimin e tij për AKU-n, KLSH arrinte në përfundimin alarmues se institucioni nuk garantonte sigurinë ushqimore në vend. Raporti evidentonte mungesë kontrolli real, probleme me gjurmëshmërinë e produkteve, mungesë laboratorësh funksional, inspektime jo efektive dhe emërime politike në strukturat e sigurisë ushqimore. Pra shteti e dinte prej kohësh që sistemi kishte probleme serioze. Dinim që hallka e kontrollit ushqimor ishte e dobët. Dinim që monitorimi ishte formal. Dinim që siguria ushqimore trajtohej më shumë si procedurë letra, se sa si mbrojtje e jetës njerëzore. Dhe megjithatë, asgjë nuk ndryshoi. Në vend që të forcohej kontrolli, u forcua kultura e tenderit. Në vend që të monitorohej cilësia, u monitorua vetëm dokumentacioni. Në vend që të mbroheshin qytetarët, u mbrojtën vetëm kontratat. Revoltues është fakti se bëhet fjalë për student të Akademisë së Sigurisë, të rinj që po përgatiten për të mbrojtur ligjin dhe qytetarët. Nëse as ata nuk mbrohen dot nga një sistem që duhet të kontrollojë ushqimin, atëherë çfarë sigurie kanë qytetarët e zakonshëm nëpër shkolla, spitale apo konvikte? Ky skandal nuk është vetëm për Sorial, kompania është thjesht hallka e fundit e zinxhirit. Problemi real është sistemi që krijon kompani të paprekshme nga tenderat publik. I ushqen me kontrata miliona euroshe dhe I kontrollon vetëm pasi ndodh katastrofa. Në këtë rast, siguria ushqimore duket se aktivizohet vetëm pasi njerëzit helmohen. Deri atëherë, gjithçka është në rregull. Po ashtu, alarmi bëhet edhe më I madh kur mendon se njëjti sistem funksionon çdo ditë në çerdhe, kopshte, konvikte apo edhe shkolla publike. Shumë prej këtyre institucioneve furnizohen me ushqime nëpërmjet kompanive catering. Rasti I Gramshit mbetet një alarm që nuk duhet harruar. 10 fëmijë të një kopshti u helmuan pas konsumimit të ushqimit, duke shfaqur simptoma si të vjella dhe temperaturë. Prindërit përfunduan në panik, ndërsa institucionet nisën kontrollet vetëm pasi fëmijët kishin mbërritur në spital. Edhe atëherë pati analiza laboratorike, deklarata publike dhe premtime për masa të forta. Por si në shumë raste të tjera, gjithçka u zbeh me kalimin e ditëve.
Sot helmohen student, dje u helmuan fëmijë në Kopësht, nesër mund të ndodhë në një çerdhe, në një spital apo në një konvikt tjetër publik. Dhe ndoshta pjesa më e frikshme është fakti se reagimi institucional duket se vjen gjithmonë pasi ndodh dëmi. Dhe vetëm pasi njerëzit përfundojnë në urgjencë, fillojnë në kontrollet, analizat dhe konferencat për shtyp.